Ti do të kthehesh tek Zoti yt, deshte apo nuk deshte. Andaj përgatite për atë takim. Kjo është realiteti i hidhur të cilin kena me shiju. Po Allah po. Ja ejuha l'insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ti njeri, ti do të kthehesh te Allah, deshte apo nuk deshte. Edhe kime taku ata. Kjo është emër maksum, është punë e prerë. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo kush ka me shiu vdekjen, çdo shpirt. Allahu te barekuhu ka paralemru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë gjallë. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ti o Muhammed do të vdesësh, dhe gjithë ata të cilë janë pas teje do të vdesin. Besniku i qiellit i tha besnikut të tokës, Xhibril alayhis salam. O Muhammed, jeto sa të duash, di që një ditë ke për të vdekë. Këshire, vdekja është një realitet i pashmangshëm, tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, për kujton e shkatrusin e knatësive, e lezeteve. Gënërë, kur ti një veti në qef, ka dalë se keme shiu vdekjen atë. Vdekja nuk është në atë aspektin mental me të lënë problematik, se ka të dikush kalon psikikisht kalon problematik. Shembull, nuk nik nasi familjare, në punë, në ushqim, i ka medikam. Jo, kjo është problem. Vdekja duhet të ishte motiv mu përgatit për ata. Andaj dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, dhe me këta ditë duhet ta rrumbullakse pa dash me zgjat shumë, tha etedrune menil keis. Kush është i mençuri? Kush ja Rasulullah? El keisu men dana nafsa wasta'ada lima ba'da al-maut. I mençuri është ai i cili e ndal veten dhe llogarit dhe përgatitet për jetën pas vdekjes. Vdekja çet motiv e ka. Vdekja nuk e ka prej vdekjes në vetvete të friksosh. Sa ata kemi shiu, dashte apo nuk dashte. Motivi i përmendjes dhe i përkujtimit të vdekjes është që ti të ndryshosh gjendjen në të cilën je. Don, nëse në gjendjen e mirë, do vazhdosh hala më mirë. Nëse në gjendje të keqe, të ndryshosh dhe mu përmisu ka e mira.